Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e Institutit të Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale. Ky podcast ka për qëllim që të ofrojë hapësirë për dialog dhe përbashkëbisedim për të sjellë mësimet, përvojat dhe praktikat që kanë për qëllim të përmirësojnë politikbërjen në çështjet shëndetësore dhe sociale. Sot kemi kënaqësinë të kemi me ne Dr. Naim Bardicin, i cilin do të bisedojmë 3 tema. Një temë ka të bëjë me përvojën e tij gjatë shërbimit dhe udhëheqjes së administratës në Ministrinë e Shëndetësisë, temën të cilën do ta diskutojmë për sigurinë shëndetësore dhe njëra nga shtyllat më të rëndësishme për zhvillimin dhe të ardhmen e sistemit shëndetësor, digitalizimin. Dr. Naim, faleminderit shumë për kohën dhe mirë se vini. Faleminderit shumë, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Dr. Naim, po kthehemi pak në kohë, në vitin 2017, kur e keni marrë detyrën e sekretarit të përgjithshëm dhe kur keni filluar me udhëheq administratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Tani, në bazë të përvojës dhe në bazë të kësaj periudhe, a mundeni me na tregu se cili ka qenë konteksti dhe cilat kanë qenë prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë? Detyrën e kom marrë si ushtrues detyre mas pare në nëntorit e vitit 2017, përderisa që nga qershori i vitit 2016, në Ministrinë e Shëndetësisë kam qenë si drejtori i Departamentit të Zhvillimit Strategjik. Si ushtrues detyre, pak hapësirë kam pas të veproj edhe pse ishte fundi vitit 2017, ndërsa në gusht të vitit 2018 jam emëruar nga Qeveria e Republikës si sekretari përgjithshëm pas institucionit konkursit. Sfidat kanë qenë ndër të ndryshmet. Raportet që në atë kohë i kom marrë për pasqyrat dietore financiare në radhë të parë të zyrës kontare të auditimit, po edhe raportet tjera kanë kriju një pasqyrë të përgjithshme se në administrat mund të merren shumë veprime për të përmirësuar gjendjen në përgjithësi në politikë bërje, po edhe në ndikimin e drejt për drejt në sigurimin e barnave për qytetar, po edhe në hartimin e politikave. Dr. Naim, në kohën kur keni shërbyer si sekretar, në atë kohë ka pasur shumë sfida, por ka pasur një zhvillim të hapshëm të reformave në sistemin shëndetësor. A mundeni me na tregu se cilat kanë qenë vështirësitë apo cilat ka qenë reforma më e vështirë për me kthyer në praktikë dhe pse? Reformës i është dhënë ka me ligjin bazik për shëndetësi, i cili është ligj kushtetues, dhe ligje tjera në sektorin e shëndetësisë, të cilat në periudhë kohore prej 2 vitesh janë nxjerrur aty diku ka viti 2014 deri në fund vitin e vitit 2015. Këto ligje veç shtigjet për reformën në shëndetësi i kam parapërcaktuar. Ndërsa veprimet të cilat deri në atë kohë janë ndërmarrë për me zbatuar reformën në frymën e ligjit kanë qenë të paktat. Sfidat kanë qenë të mëdha, buxheti ka qenë natyrisht i limituar. Kur e marrëm parasysh që Kosova ndër vite nuk shpenzon më shumë në shëndetësi se sa 3% të brutoproduktit vendor, atëherë mund të kuptojmë që investimet në shëndetësi janë më të ultat në rajon po edhe në Evropë. Kjo, deshtëm apo jo, e përcakton parafërsisht edhe fatin e reformës në shëndetësi se sa e suksesshme mund të jetë një reformë. Ndarja e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës me 54 njësi administrative, ofrues të shërbimeve, pastaj Ministria e Shëndetësisë me përgjegjësi të hartimit politikave dhe monitorimin e zbatimit politikave me njësitë varëse që i ka në shëndetësi publike, në pajisje produkte medicinale, shëndetësi në burgje, inspektoratet, po edhe me vetë faktin që kujdesi parësor shëndetësor ka mbet në menaxhimin e komunave si kompetencë vetanake, paraqet një sfidë në vete për të zbatuar në frymën e ligjit reformën në shëndetësi. Krijimi i udhëve të profesionistëve shëndetësor ka qenë një prej atyre sfidave të reformës, po ashtu edhe krijimi i fondit sigurimeve shëndetësore,
institucion ky I cili e ka trashëgu apo ka qenë pasardhës e Agjencisë për Financimin në Shëndetësi. Shërbimi spitalor, klinik dhe universitare nënkupton një trup administrative e cila menaxhon shëndetësinë ose institucionet publike që ofrojnë shërbime shëndetësore të nivelit dytësor dhe tretësor. Si organizat në vete bugjetore është e lartë, SHSKUK-ja, pra që është njët me akronimin, përderisa në gjithë nivelin e vendit siguron SHSKUK-ja çështjet administrative, çështjet logjistike, furnizimet e të tjera për institucionet që ofrojnë shërbime shëndetësore në këto dy nivele, pra dytësorin dhe tretësorin për nivelin e Kosovës. Mi vetëm me përmenit një pikë shumë rëndësishme që do të diskutojmë në pjesën e dytë sa i përket sigurimeve dhe arrikimit të mjeteve apo buxhetit për shëndetësi. Duke pas parasysh që pozita e sekretarit është shumë e rëndësishme, po në publik nuk është shumë e dukshme. Deshta me ditë për juve në bazë të kontekstit, në bazë të përvojës, si e vlerësoni ju këtë detyrë, sa është teknik, sa është politik. Pozita e sekretarit është tipike menaxheriale dhe profesionale. Është pozitë shumë e ndihshme dhe jashtëzakonisht e rëndësishme. Pa kontestin politik edhe pa harmonin me eprorin që është politik, është pothuajse e pamundur. Volumi I aktiviteteve, ngarkesat e mëdha, nëse nuk ka harmoni me eprorin e drejt për drejt, është pothuajse e pabërshme si detyrë. Juve që përmet paraprit edhe pyetjen që ka mendu me shtru, ka të bëjë pikërisht me hendeqet në mes të vendime politike apo prioritete politike, por edhe zbatimit në praktik. Ku kanë qenë hendeqet më shpeshta? Kur e marrëm parasysh që unë kam shërbyer në 2 mandate në Ministrinë e Shëndetësisë dhe faktin se shpeshherë ka pas ndërrime të qeverisë dhe me këtë edhe ndërrime të shpeshta të ministrit, mesatarisht I bie që një ministër ka qenë dikun afërsisht një vit, domethënë 8 herë është ndërru ministri derisa unë kam shërbyer si sekretari përgjithshëm. Hendeqet janë këtu sepse mungon pastaj vazhdimësia. Ndërsa mundësit për të ndryshuar shtigjet e reformave ose mundësit për të bërë reforma të thella pa ndryshim të ligjeve që rregullojnë sektorin janë vërtet të vogla. Nëse shkojmë vetëm me akte nënligjore dhe I ndryshojmë ato, mendoj se impakti I këtyre ndryshimeve ose reformës nuk mund të jetë I nivelit të duhur. Për arsye se me akte nënligjore nuk mund të përcaktohen kufizime ose dispozita kufizuese të zbatohen për faktin që mungojnë edhe sanksionet. Sanksionet domethënë mund të parashihen vetëm me ligj. Kjo I bie që nëse dëshiron të bësh një reformë, të ndryshosh diçka në terren dhe ki dispozita me të cilat mundohesh të kufizosh ndonjë praktik jo të duhur në sektorin e shëndetësisë, atëherë këtë duhet ta bësh vetëm përmes ligjit për arsye se sanksioni mund të bëhet me akte ligjore. Domethënë, për me kontrollu nëse zbatohet ose jo në dispozitë ligjore, duhet të ketë edhe sanksionin. Doktor Lem, tani një deputet ju përgëzon për detyrën dhe ju urojmë suksese. Edhe lidhur me përvojën e mëhershme, nëse do t'ju jepte mundësia të me fillu nga fillimi si sekretari përgjithshëm, do të pas parasysh përvojën, mësimet, çka do të bëni ndryshe në menaxhimin e administratës në Ministrinë e Shëndetësisë? Është vështirë me u përgjigj në këtë pyetje, me vetë faktin se një administratë e cila duhet të ruaj vazhdimsinë, ka elemente ndërma të ndryshme. Trashëgimia e bën të vetën, do të thotë kvaliteti I profesionistëve
në administrat, jo patjetër është i nivelit më të lartë, arsyet janë ndër më të ndryshme. Edhe fazat nëpër të cilat ka kaluar vendi jonë dhe në krijimin e administratës, jo patjetër janë detektuar ose janë selektuar zyrtarët më të mirë profesional, prandaj ato janë një trashëgimi e cila do të jetë barë e kësaj administrate. Tash kalojmë temën e dytë, sigurimi shëndetësor. Një temë që është shumë komentuar, është diskutuar dhe ka shumë viteve ende nuk kemi sigurim shëndetësor. Tani duhet pas parasysh përvojën edhe angazhimin në gjithë këtë proces dhe në reformat, ku është problemi, pse ende nuk kemi sigurimin shëndetësor. Ekziston ligji për sigurimin shëndetësor që nga viti 2015, mirë po zbatimi i ligjit ka pas probleme të mëdha dhe siç e përmenda edhe më parë, është e vështirë të implementohet ligji ose të zbatohet një reformë përderisa nuk kemi qëndrueshmëri politike, sepse përkushtimi politik është i domosdoshëm për me mujt një reformë me shty përpara. Në anën tjetër, ligji për sigurimin shëndetësor ka pasur disa mangësi, nëse guxojmë i quajt. Për shembull, nuk e ka parapo rregullimin e procesit kontraktimit të barnatorëve private. Kur e dim që ligji ose në përgjithësi sigurimet shëndetësore i kanë dy shtylla kryesore, faturimin ose kontraktimin e shërbimeve shëndetësore, blerjen edhe shitjen e shërbimeve, që blerësi do të ishte fondi në emër të qytetarëve, dhe kontraktimin e barnatorëve private me qëllim të zbatimit të skemës së barnave spitalore. Dhe në mungesën e dy akteve që do të rregullonin ta zonë kontraktimin e barnatorëve private në njërin anë dhe të përcaktonin kushtet edhe kriteret të cilat duhet të respektohen për definimin e listës barnave spitalore, shprehimisht ligji nuk i ka parapo. Andaj, kjo ka paraqitur një prej problematikave më të mëdha për zbatimin e ligjit sigurimit shëndetësor. Draft projekt ligji i cili mandej ka lënë në qeveri dhe në Kuvendin e Republikës, ka mbetur si penjë në gjykatën kushtetuese dhe ky draft projekt ligji i ri e parasheh nxjerrjen e një akti administrativ me të cilin rregullohet fusha e kontraktimit barnatorëve dhe po ashtu një rregullore e cila parasheh kriteret dhe normat për sa i përket vendosjes përfshirjes në skemin e banave spitalore, që kjo është natyrisht gjithherë në varësi të buxhetit në dispozicion. Doktor Nen, duke dëgju këto çështje apo vështirësi, që mundem i kategorizu ose legjislativ, apo në aspektin e kapaciteteve, apo dhe aspektet apo mungesa financiare. Sa ka pas mundësi në udhëheqjen apo administrata, qoftë edhe përmes menaxhimit që ju i keni drejtu me ndiku në këtë procese? A keni pas që mundësi, apo keni pas autoritet, apo keni pas autonomi për me përshpejtu ose për me ndiku në këto procese? Në kuptimin profesional, administrata përderisa ka aktet në fuqi, qofshin ato akte normative, si që në ligjet edhe aktet nënligjore, udhëzime administrative rregullore apo edhe akte administrative, administrata e ka hapësirën për që në mënyrë profesionale të shtyjë reformat, ndërsa përkushtimi politik është një prej elementeve që i jep frymën në zbatimit të një reforme. Kur e morëm parasysh, qysh e thash edhe në fillim, se në sektorin e shëndetësisë, shpenzimet vjetore janë diku rreth 3% e brutoproduktit vendor, edhe nga ligji për ndarjet buxhetore, historikisht mund të themi se kemi pas dikon ndarje buxhetore prej 7 deri në 10% të buxhetit vjetor, atëherë mundja me konkludu që vërtet në buxhetin ekzistues është jashtëzakonisht vështirë që të zbatohen reforma.
Në anën tjetër, pastaj tek investimet kapitale ka paraqitur problem të madh edhe integriteti i profesionistëve, domethënë më duhet të përmend faktin se hartimi i specifikave teknike në mënyrë jo profesionale, qoftë me vullnet keq ose pa te, në disa raste ose në shumë raste, ka shtyrë që proceset e prokurimit të marrin kohë të gjatë, të jenë shumë problematike edhe në zbatim nëse vije deri te nënshkrimi i kontratës, po edhe të ketë probleme ligjore lëndë në gjykata apo në organin shqyrtues të prokurimit publik. Dr. Naim, nga ana e institutit, deshta mi u njoftu e kemi në fakt në proces të konsultimive një analizë për finansimin e shëndetësisë në Kosovë. Jo vetëm se përmendet se alokimi i buxhetit për shëndetësi është vetëm rreth 3.5% të bruto produkti vendor, i cili konsiderohet i pamjaftueshëm për me i plotësu apo për me adresu të gjitha kërkesat. Kjo tregon që edhe shpenzimet jashtë xhepit janë shumë të larta. Tani në detyrën si deputet, si mendoni se reforma apo çka duhet bërë për me përshpejtu reformën e sigurime në mënyrë që me mbrojt familjet nga shpenzimet, sidomos familjet që janë në gjendje të rëndë ekonomike. Po më duhet ta sqaroj edhe pak më thellë pyetjen e juaj. Për sa i përket financimit në shëndetësi dhe analizës që keni bërë ju, Ministria e Shëndetësisë në vazhdimsi është përpjekur me kapacitetet dhe profesionalizmin që ka pasur të hartoj, përpiloj raportin e përllogaritjeve kombëtare në shëndetësi, raport ky standardizuar në nivel global, dhe përmes asaj ne kemi vërejtur për shembull se kemi shpenzime të larta nga xhepi prej anës së qytetarëve, dikun rreth 38% sillet kjo marshë. E tha që deri në 3.5% të produktit vendor janë bërë shpenzime, kjo përbën përjashtimin vetëm në kohën e Covidit. Koha kur Ministria e Shëndetësisë ka pas bartron në menaxhimin e Covidit, edhe ashtu me resurse qofshin profesionale, njerëzore, buxhetore, ka pas sfidë të madhe menaxhimin e një situate të tillë që ka qenë pandemia. Pandemia e dini që edhe vendet që i takojnë high income countries, dhe nivelit lartë të financimeve në shëndetësi, ka pasur problem në zbatim të çfarëdo reforme. Është dashur të lehet me një anë për arsye se gjitha pothuajse shumica e resurseve është dashur të fokusoheshin në menaxhimin e pandemisë. Njëjtën e ka bërë edhe Kosova dhe në këtë kohë kemi pas atë 3.5% shpenzimeve në GDP, me faktin që kemi pas kredina të marruna prej Bankës Zhvillimore Evropiane, po edhe prej Bankës Botërore. Ligji edhe në përgjithësi sigurimet sociale, në veçanti sigurimi shëndetësor, bazohet në parimin e solidaritetit. Do të paguajnë të gjithë, ndërsa e merr ai që ka nevojë. Të nis prej këtij parimi, ekziston mundësia që dikush paguan të një jetën, edhe fatmirësisht s'ka nevojë për shërbime shëndetësore gjatë jetën, mirë, po dikush edhe mund të linë me probleme shëndetësore edhe gjatë jetës i duhet të sfidohet me shërbimet shëndetësore. Secili vend, edhe vendi jon, e matë edhe shkallën e varfërisë. Për afërsisht shkalla e varfërisë është sjell diku rreth 18% në vendin tonë, para sa mund të mbaj mend nga raportet e mëparshme. Edhe kjo e nënkupton që 18% e qytetarëve të Kosovës nuk kanë pasur të hyra minimale vjetore, me të cilat do të bënin shpenzimet ditore të nevojshme për një jetë normale në rrethanat e vendit tonë. Ndërsa, me faktin se qytetarët kanë qenë të sfiduar të paguajnë edhe për shëndetësi, një nga raportet e Bankës Botërore që është matë nëse më kujtohet në vitin 2017 apo 2018, e ka potencuar se çdo i katërti prej këtyre 18% të qytetarëve që nuk kalojnë testin e varfërisë, kanë tendencë të shkojnë në varfëri të skajshme, me faktin që duhet të blejnë edhe shërbime shëndetësore, respektivisht
produkte medicinale, domethënë barna. Barnat janë ato që në kuadër të shpenzimeve të xhepit apo të pocket payment që njihen në zhargonin profesional në financimin në shëndetësi, janë ato që janë barra kryesore ku qytetarët bëjnë shpenzimet më të mëdha në shëndetësi. Edhe indikatori kyç matës i një sistemi shëndetësor është domethënë si outcome indikator është pakesat nga xhepi i qytetarëve që OBSH-ja rekomandon për shembull se në sistem shëndetësor nuk duhet të ketë më shumë se 15 deri në 20% të OOP-s. Qeveria e Republikës respektivisht kryeministri ka premtuar se gjatë këtij mandati pikërisht po këtë fakt që qytetarët mund të varfrohen nga blerja e barnave, do të rris buxhetin për blerje të barnave që është tani 64 milion euro në 100 milion euro në vit. Doktor Noim, po lëvizim temën e tretë, një temë që është e ardhmja, një temë apo një shtyllë shumë e rëndësishme për zhvillimin e sistemit shëndetësor, digitalizimi. Ju e ligjeroni këtë dhe mundi me na tregu ma shumë lidhur me këtë, por për me kuptu të gjithni çka është digitalizimi i sistemit shëndetësor. Po në kolegjin Heimer në programet e masterit në Digital Health dhe në Health Management jam ligjerues ose bashkë ligjerues ndaj modulin me kolegun edhe udhëhec Liridonin në planifikimin strategjik në sistemin e informimit shëndetësor, ndërsa në anën tjetër e kam ligjeruar në semestrin e kaluar London që me shkurtese quajmë CIRS në Digital Health për Critical Information Reporting System që është pjesë e Health Safety. Sa i përket digitalizimit në shëndetësi muj me pa prej 3 perspektivave. Perspektiva e parë është sistemi i informimit shëndetësor, tjetra është e-health, që njihet ose electronic health, dhe komponenta e fundit është digital health. Domethënë janë 3 komponenta që janë të pandashme njëra me tjetrën, ndërsa çka nuk kupton secila prej tyre është që sistemi i informimit shëndetësor është në anën operacionale pjesë. Sistemi i e-healthit është në parim i ka regjistrat në përmbajtje, ndërsa digital health është ekosistemi të ridigitalizuar në sektorin e shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ka kaluar në për sfida të mëdha, që nga viti 2010 kur veç është startuar ideja për digitalizimin e sektorit të shëndetësisë dhe ka qenë një bashkëpunim ose bashkëfinancim me partnerët zhvillimor, projekt ky i cili ka hasur në vështirësi të mëdha të zbatueshmërisë dhe nuk ka mundur të vazhdohet në vitin 2017. Për këtë arsye është dashur që të bëhet një vlerësim i gjendjes ose një bëshmëria e një digitalizimi apo një starti të ri për digitalizimet në sektorin e shëndetësisë në Kosovë. Tentativa që përmes një platforme unike të digitalizohen të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor nuk ka shkuar mirë. Parimi ka qenë top-down formati, domethënë nga lart poshtë për një platforme me u digitalizu të gjitha proceset filluar nga lart dhe poshtë, ndërsa vlerësimi i gjendjes në terren e thot ose e rekomandon se është më e mirë që të merret parimi bottom up, domethënë prej nivelit poshtë të digitalizohet deri në nivelin e lartë. Ka dhe rekomandime tjera të cilat janë bërë nga raporti i fundit që Ministria e Shëndetësisë ka kontraktuar një konzorcium ndërkombëtar dhe prej atij konzorciumi raporti i bëshmërisë ka pas rekomandime të bazuara në evidenca dhe mbi këto rekomandime që janë bazuar në evidenca Ministria e Shëndetësisë ka hartuar një dokument strategjik, një qasje gjithëpërfshirëse dhe metodologjinë se si
do të bëj digitalizimit në sektorin e shëndetësisë. Në periudhën kohore prej 5 viteve janë të parapara të investohen 55 milion euro dhe parashihet digitalizimet në të 3 nivelet e kujdesit shëndetësor, si dhe ndërlidhja e sistemeve të kujdesit shëndetësor, me qenë se Ministria e Shëndetësisë përputhje me ligjin është bartëse ose pronare e sistemit shëndetësor, parashihet që të ndërlidhen edhe format e raportimit, indikator kësh të ofrimit shërbimeve dhe me institucionet private. Sot Ministria e Shëndetësisë nuk do të thotë që nuk ka sisteme operative, i gjithë kujdesi parsor shëndetësor e ka të ashtu quajtërin sistemin bazik të informimit shëndetësor, ku janë të digitalizuara edhe proceset e punës pra në kujdesin parsor shëndetësor. Ky sistem ka disa module që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për zbatim, mirë po një prej problemeve më të mëdha, jo vetëm në kujdesin parsor tek ky sistem, por në përgjithësi në sektor është hesitanca e madhe e përdoruesve për përdorimin e sistemeve. Mendoj se duhet të gjendet një zgjidhje kreative se si të incentivizohen përdoruesit dhe të vijnë deri te zbatimi i strategjisë tonë që të mos ketë më përdorim të dokumentacioneve letër po sistemeve të digitalizuara. Ekziston edhe sistemi i menaxhimit të stokut farmaceutike, i cili është i shtrim në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Mandej ju kujtohet juve që gjatë pandemisë kemi krijuar edhe sistemin e vaksinimit. Sistemi i vaksinimit i cili kemi arritur që përmes platformës e-Kosova të ndërlidhim edhe me EU Health Digital Certificate gjatë pandemisë, që ka qenë konsideroj një prej të arriturave më të mëdha në digitalizimet në Kosovë. Këtë kemi bërë gjatë pandemisë, mandej si shembull i mirë e kemi bërë digitalizimin e të gjithë vaksinimit. Mirë, po gjithë herë kemi problem në përdorimin e sistemeve. Këto sisteme që janë ekzistuese edhe në licencimin e institucioneve private shëndetësore, edhe të profesionistëve shëndetësor, janë të ndërlidhura mes vete, pra janë interoperabile, po janë të ndërlidhura edhe me sisteme tjera ekzistuese, që është sistemi i Agjencisë së Regjistrit Civil. Pastaj e kemi edhe sistemin e informimit të fundit të sigurimit shëndetësor, që është po ashtu i digitalizuar. Ekziston edhe receta elektronike që është po ashtu e digitalizuar, dhe këto sisteme janë të ndërlidhura përmes marrëveshjeve që i ka bë në ndërkohë Ministria e Shëndetësisë edhe me institucione tjera që është ATK-ja, Banka Qendrore e Kosovës dhe institucione tjera relevante. Mandej kemi sistemin banatari, një prej sistemeve të para të digitalizuara në sektorin e shëndetësisë, që është për pajisje produkte medicinale, pra përdor në bazë ditore Agjencia e Banave, ka ndërlidhje edhe ky sistem me sisteme tjera dhe pritet që të bëhet ndërlidhja edhe me sisteme relevante që janë doganat e tjera. Doktor Najmi, qenë se kjo është, si që thash, edhe po e elaboroni një shtyllë shumë e rëndësishme për me avancu sistemin shëndetësor. Si e vlerësoni ju progresin? Çka duhet me bo ma tutje për me përshpejtu, sepse është një mënyrë për me përfitu të gjithë, sidomos në proceset e vendimarrjes. Sot në botën bashkohore, digitalizimet janë të pashmangshme. Digitalizimet edhe kanë revolucionarizuar po ashtu shëndetësinë. Kanë ndikim të drejtë për drejtë në kvalitetin dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore, madje në shumë vende, software të ndryshme në fushën e shëndetësisë të digitalizuara janë të klasifikuara edhe si medical devices. Domethënë kaq sa i përket çështjes së cilësisë, po dhe sigurisë, siç e përmenda, unë e ligjeroj edhe lëndën e cilësit, domethënë që është komponente health safety. Edhe që buron prej mesit viteve 60 e marrin si model sistemin e flight safety që është në fushën e aviacionit. Ai ka qenë modeli kur mandej është adaptuar për fushën e shëndetësisë. E përmend edhe parës që raporti i bazuar në evidenca nga konsorciumi ndërkombëtar gjermano-estonez
Ka bo Ministrinë e Shëndetësisë ka lehtësu punën që të hartoj një strategji të re. Hartimi i kësaj strategjie të re ka nxjerrë në pa edhe problematika edhe ka marrë parasysh problematika nga e kaluara për të vazhduar edhe për të proceduar në gjithë sektorin me digitalizimet, për me lehtësu mandej digitalizimet në përputhje me strategjinë edhe me buxhetin. Ministria e Shëndetësisë ka nxjerrë edhe një dokument përveç planit të veprimit, ku janë të parapara aktivitetet, buxheti, detyrat për njësi, timeline-at, mbi të gjitha edhe mbrojtja kibernetike aty në sistemeve që janë ekzistuese dhe që do të krijohen. Ka nxjerrë edhe një dokument tjetër që e kemi quajtur blueprint edhe që nuk është patjetër një prej reglave standarde të aplikueshme në nivelin global, kështu që jemi pothuajse ndër të parët që kemi bë një dokument të tillë dhe këtë kemi bë me ekspertat edhe jemi mirënjohës për ekspertizën e ofruar në bashkëpunim me Bankën Botërore, për të cilëve kemi pasur ndër vite ose para sa kam qenë sekretar në vazhdimsi, kam pasur obligimet menaxhere dhe u marrë nga Banka Botërore. Strategjia përveç që i ka parapasysh e thash me planin e veprimit 3 vjeçar dhe buxhetin e parapon për investime e ka negocu me Bankën Botërore, marrëveshje kjo e cila para pak ditësh është aprovu edhe në Kuvendin e Republikës dhe ratifiku. Në këto plane veprimi është e parapame që të digitalizohen edhe me tutje sistemet që nuk janë ekzistuese, për shembull sistemet e para është Hospital and Clinical Information Management System, do të thonë që do të përdoret në nivelin e spitaleve dhe të klinikave. Sistemi i regjistrave është një prej prioriteteve më të rëndësishme. Do të gjitha sistemet që do të digitalizohen në Republikën e Kosovës, edhe që janë të digitalizuara, për shembull ne kemi të digitalizuar edhe sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve nxitëse dhe paralajmërimin e hershëm. Këto sisteme mandej do të kenë në thelb regjistrat elektronik, nga të cilët do të marrin informata dhe nuk do të ketë bypassa prej në sistemin tjetër, nga ai tjetër në tjetër, mirë po që të gjithë do të kenë qasje në regjistrat elektronik. Natyrisht këtu është edhe e rëndësishme shumë të ketë parasysh sa i përket agregimit, grumbullimit, analizës edhe ruajtjes së të dhënave në përputhje me ligjin, sepse kemi të bëjmë përveç me dhëna konfidenciale që i përcakton ligji, kemi të bëjmë edhe me dhëna tjera që hyjnë edhe në fushën e deontologjisë, do të thonë sekretin e pacientit e tjera e tjera. Të nem ju tregu që janë përgadit aspektet sa i përket strategjisë, planit, bas përvojës, edhe pse ekzistojnë shumë dokumentacione, ligjet, sa të i përmbushni standardet, problemi është zbatimi. Edhe këtë aspekt ju vetëm se i përmendi disa faktorë dhe si është duke zhvillu procesi i digitalizimit. Po për me strukturu, sepse është mendoj shumë më rëndësi, si këshëm kategorizu këto pengesa në zbatim, në legislacion, në kapacitete njerëzore, apo infrastruktur, apo ndonjë rezistencë. Korniza ligjore, po ashtu është edhe kjo pjesë e këtij planit veprimit, patjetër që duhet të përditësohet dhe të avancohet, është një prej pengesave kryesore për arsye se plotësim ndryshimi i ligjeve gjithmonë merr kohën e vet dhe reformës i bëhet barë e madhe. Çështjet buxhetore janë të rregulluara dhe me faktin që përveç buxhetit shtetit edhe nga huamarrja që tashmë veç është ratifikuar, një prej problemeve kyçe është mos përdorimi i sistemeve, edhe aty në ekzistuese edhe aty në që do të krijohen, edhe e thash që duhet të gjetur metodologjia ose incentiva. Unë mendoj që një prej problemeve kyçe që për shkak se që nuk përdoren sistemet ekzistuese ose edhe ato në pavëmen, do të ishte pagesa për performancë e mjekëve.
sidomos në nivelin klinik edhe spitalor, po patjetër edhe në nivelin e kujdesit parashëndetësor. Mendoj se nëse mjek do të paguheshin sipas performancës, kjo do të shtynte edhe përdorimin e të gjitha sistemeve. E mbi të gjitha, për të pas sukses digitalizimin, duhet që në steering wheel ose drejtues e strategjisë ose reformës në digitalizime tjetë me patjetër shteti, i vetmi që i ka kapacitetet edhe burimet dhe jo e mbështetur në donacione të paqëndrueshme ose në çfarë do të tjetër formati. Kështu që tashmë është domethënë shtegu i hapur që të jetë i suksesshëm edhe digitalizimi në shëndetësi. Shumë vende digitalizimi përdoret për me lesu vendimarrjen apo edhe për me facilitu menaxhimin. Ku qëndrojmë na me këtë fazë, jemi larg, afër? Tash edhe nëse i ki sistemet në vend të in place, e ki pothuajse të pamundën me bë evidenca nëse i njëjti sistem në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjitha institucionet nuk përdoret. Nëse diçka përdoret në mënyrë të fragmentuar për një institucioni, po për një tjetër nuk përdoret, nuk mundesh me gjeneru raporte nga ai për të bazuar në evidencë. E shumë për shembull çështjen e mbledhjes së dhënave në shëndetësi, statistikore nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, e ka të pamundur me bë agregimin, mbledhjen, analizën e dhënave për ta bërë raportin e burden of disease. Domethënë, nuk mund e bën të bazuar në evidencë për arsye se ka vakume të mëdha, ose ka pas vakum në grumbullimin e dhënave, disa të kanë ardhur në formë digitalizuar, disa tjera të kanë ardhur në formate të ndryshme, letera, apo madje ka praktika ku edhe bibere përdoret për me dërgu një raport me screenshot, e shqipër këtë kur është bë analiza edhe burden of disease nga raporti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka qenë pothuajse i papërdorshëm, sepse s'ke mujt mi përdor ato evidenca se në shikim të parë ke pasur nuk mund të jenë në deri në 10 smundjet e para me shpeshtësinë e tyre në Republikën e Kosovës. Por që përdorimi jo vetëm ekzistenca e sistemeve, po përdorimi i njëtrajtshëm. Për me përmbyll këtë bashkëbisedim, vetëm me përmendën evidenca. A mendoni se sistemi shëndetësor i përdor mjaftueshëm dhënat, shkencën apo ulëmtimet për vendimarrje, për politikbërje? Me qenë se siç e përmenda edhe deri tani, është vështirë të bazohem në evidencat vendore, me qenë se ne për shembull nuk e kemi pas a burden of disease ose pragun e smundjeve, shpeshtësinë e tyre në Republikën e Kosovës të bazuar në evidenca, ne kemi marrë si model vendet e rajonit, me qenë se nuk përvim faktor tjetër, ndonjë diferencë të madhe, ne kemi marrë domethënë burden of disease të rajonit për të hartuar strategjinë sektoriale të shëndetësisë dhe mendoj që janë përdorur evidenca për aq sa ka pas hapësirë të përdoren në nivelin politik bërjes, mirë po mendoj që përdorimi definitiv i evidencave do të jetë me digitalizim. Dr. Nem, faleminderit shumë për kohën, për bashkëbisedimin, për ndarjen e përvojës, këshillave dhe reflektimet tuaja. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Ne do të vazhdojmë edhe me diskutimet e tjera me ish zyrtar të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë. Qëllimi është që këto diskutime të konsiderojnë, të zhvillojnë një që me reflektu, po edhe me mësu nga zhvillimet në reformat e sistemit shëndetësor, cilat janë mësimet institucionale, sa kishim pasur mundësi për me na ndihmu pastaj edhe në politikbërje, por edhe në reformat në të ardhmen. Ju falenderoj dhe juve që na keni përcjell. Ne do të vazhdojmë me podcastet e tjera. Nëse keni ndonjë propozim apo sugjerim, ju lutem na shkruani në komentet në platformën ku do të postohet ky epizod i podcastit. Përndryshe mund të na shkruani edhe në adresën zyrtare të postës elektronike, e cila është në webfaqen e institutit. Deri në epizodin e radhës, mirëmbëjtje dhe miropafshim.